misioni është sot më jetik se kur. Dhe ne do ta përmbushim misionin tonë. Unë kam besim të madh se qëndrimi ndaj këtyre zgjedhjeve, si i shqiptarëve ashtu dhe i komunitetit ndërkombëtar, do bazohet në vlerësimin e parimeve ndërkombëtare dhe të kodit zgjedhor të Shqipërisë. Vëzhgosit, ambasadori Zanjeri, përfaqësuesi i Parlamentit Evropian, koordinatori Galer, përfaqësues të tjerë, i thanë fjalët e tyre. Edhe dy komisionerët, me gjuhë diplomatike, de facto, pranuan plotësisht se në zgjedhje u ndesh shteti elektoral me partinë politike, po që në këtë moment ato nuk janë zgjedhje, po janë farsë. Në qoftë se shteti elektoral ndeshet merr pjesë në zgjedhje, ajo quhet farsë elektorale dhe jo zgjedhje të vërteta.